krahun tjetër, Besnik Urna fillimisht. Po fokusom të disa prej çështjeve që u përmendën argumentet që zonja Agjiu sot po i shtron pse duhet votuar për krye parlamentare, pra subjektet politike tjera, janë argumentet që i kemi dëgjuar nga Partia Demokratike para se gjithashtu dhe subjekt tjera në kohën kur ishte në pyetje kandidatura e zotit Kadri Veseli për krye parlamentar. Pra, nëse ne reperohemi proceseve të mëparshme zgjedhore, kemi me pas që vetëvendosja thuajse asnjëherë nuk ka marrë, s'ka participu në votimin e krye parlamentare, pra kur nuk ka qenë pjesë e pushtetit. Ideja është kjo, pra që çfarë ka ndru, pse është ky ndrym rolësh, pse nuk vraponi ose nuk ngjiteni fort pas parimeve, nëse një parim ka qenë 4 vjet, 5 vjet ma përpara, 8 vjet ma përpara që vota e deputetit është e lirë dhe ajo, kjo është e paprekshme, është parim në demokraci, pse tash duhet të thënë që është ky kandidati dhe domosdo opozita duhet ta votoj. Ne kemi shpjeguar edhe këtë situatë, në atë kohë nuk është që kam pasur nevojë për votën e lëvizjes vetëvendosje. Domethënë nuk është irelevante për si argument, kur shtrohet si argument. Tani ne kemi situatën për cilën po flasim, është që nevojitet vota e deputetëve të Kuvendit Republikës Kosovës. Dhe e dyta është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Pra aktgjykimi i vitit 2014. Që ky aktgjykim ishte para se zoti të ishte kandidatura e zotit Veseli. 2014. Po. Domethënë vitit 2014. 2014 më pas ka qenë kandidatura e zotit Veseli për krye kemi dy rrethana. E kemi rrethanën e aktgjykimit të vitit 2014 dhe kemi rrethanën kur nuk është varur nga lëvizja vetëvendosje. Në atë kohë ka pas marrëveshje. Se zhvar vota zgjedhja e zotit Veseli për krye parlamentar, vetëvendosja do ta votonte. Nuk mund ta kthej kohën dhe nuk mund të, si me thënë, t'jap mendim se çfarë do të bënim në atë kohë, por me që kanë pasur marrëveshje subjekte tjera në atë kohë, PDK, LDK, AK, kanë pasur marrëveshje, nuk është që kanë pasur nevojë për lëvizjen vetëvendosje. Prandaj edhe kemi pasur qëndrim të tillë. Këtë kanë shpjeguar deputetët tanë në konferenca për media të vazhdueshme që po janë, dhe tani jemi në një rrethanë tjetër dhe besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të dalim nga kjo situatë. Edhe një aspekt shumë e rëndësishëm në legjislaturën paraprake, jo, por në kur vetëvendosja fitoi për herë të parë zgjedhjet, e patëm zotin Glau Konjufca, i cili u propozua për krye parlamentar në kohën kur nuk ishte një koalicion vetëvendosje me subjekte tjera politike. Propozimi i zotit Konjufca u votua në kuvend, pas kësaj erdhe negociatat për koalicion, pazari politik themi që bëri me LDK-n imponoj që zoti Konjufca të dorëhiqet nga posti i kryeparlamentarit për të lëshuar pozitën për zonjën Osmani. Tash, në situatën kur, po themi për llogari politike, pazare politike, lëshohet edhe pozita e kryeparlamentarit. Pse kur është në pyetje një interes më i madh, pra zhbllokimi i institucioneve, nuk duhet heq dorë thjesht nga kandidatura. S'po flasim për dorëheqje prej një pozite të lartë shtetërore si në rastin e kryeparlamentarit. Thjesht prej një kandidature me që ka zotime publike të subjekte politike që janë gatshëm me e dhënë votën. Pra, pse vetëvendosja ka rshit këtu ku dikur për interes partijak e ka lëshu pozitën e kryeparlamentarit, tash për një interes madhor shtetëror, s'po heq dorë nga kandidatura për kryeparlamentar. Zgjedhjet e 9 shkurtit, apo në zgjedhjet e 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje i ka fituar 42%.
Dhe me thënë 28 deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Rrethanën të cilën ju e përmendni është ndryshe, sepse kanë qenë 28 deputet, 29, një më shumë. As 28 s'përbëjnë shumicën kuvend, as 28 Po, veç është ndryshe, është dy fishi. Ta zënë tash me partinë e dytë kemi shumicën kuvend, dy fish më shumë. kish me dho komoditetin mos me ndru. Ne kemi 28, pra 2 herë më shumë. Prandaj, mendoj që arsyeja kryesore për atë është pikërisht kjo, sepse kemi qenë një deputet më shumë. Dhe prandaj edhe kemi pranuar që të hyjmë dhe të diskutojmë dhe prandaj kemi pas marrëveshje me LDK-n. Tani ne nuk kemi marrëveshje. Nuk kemi marrëveshje me asnjë prej partive politike. Një herë thanë duhet marrëveshje procedurale, pastaj duhet marrëveshje teknike, pastaj duhet marrëveshje politike. Të gjitha këto ne i adresuam, edhe për procedurë, edhe marrëveshje politike, por duket që nuk ka vullnet për ta gjetur një zgjidhje, prandaj edhe madhe sa të heqni dorë tërësisht nga pozita, pra, siç po thot Besniku. Atër ka qenë sakrificë më e madhe, keni heqë dorë tërësisht nga pozita. Tani vetëm po kërkohet thjesht ndrimi i emrit të kandidatit. Unë besoj që mjaftueshëm e sqarova, nuk i përket subjekteve tjera politike që të tregojnë se kush duhet të jetë kryetari i kuvendit, emri i kryetarit të kuvendit. Përndryshe, e thash edhe para 2 ditëve, përndryshe ne po e bëjmë një kryetar kuvendit që e do opozita dhe nën kryetar të kuvendit që i do pozita. Por nuk besoj që ne duhet të krijojmë standarde të tilla. Nëse merret roli tjetër, a do të thotë që opozita duhet votoj atë çfarë thotë dikush tjetër? Ne kemi të drejtën tonë. Nëse vota është e lirë. Besnik, ne kemi të drejtën tonë për ta bërë propozimin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Ju përmendni numrat që i keni fituar në bazë zgjedhjeve. Proporcionalisht me këtë përqindje fitore, a ju takon përgjegjësia dhe juve për këtë situatë? Proporcion me numrin e deputetëve që keni në kuvend. Të gjithëve na takon përgjegjësia për të konstituar Kuvendin e Republikës Kosovës, veç proporcionalisht me numra, apo? Për të votuar për kundër ose abstenim. Dhe nuk munden asesi as njëra parti tjetrës, as ne partive opozitare, as partit opozitare lëvizjes vetëvendosje, që tua imponojnë ose ti tregojnë se kush duhet jetë kandidati për kryetar të kuvendit. Dy partë janë drejtën e tyre, por këto dy drejta kanë prodhuar çështë situatë këtë ngësh. Përndryshe po krijojmë, si me thënë, po bëjmë eksperiment, po e deformojmë vullnetin e popullit, dhe unë natyrisht që ndryshe do të flisja, po të ishte një emër tjetër. Do të thonë, dikush tjetër nga lëvizja vetëvendosje. Duke qenë që është emri im, natyrisht po ndihem pak më e rezervuar. Mirë, po ndryshe do ta bëja edhe diskutimin, edhe debatin, edhe betejën, nëse do të ishte një emër tjetër. Prandaj nuk është mirë, as ata më na tregu se kush duhet jetë kandidati për kryetar. Po ju keni tregu më përpara. Dhe as ju keni dhënë leksion më përpara. Unë ta shpjegova, Besnik. Në atë kohë ka qenë situata ndryshe. Është ndryshe kur ti sot i ki 28 deputet dhe ndryshe kur i ke pas 28 apo 29 deputet. E përmend kushtetutën, thatë që kushtetuta nuk ka se ka pas parasysh të se një subjekt duhet me i pas 48 ose 33, me rëndësi është subjekti me i pas shumicën, me dalë si forcë kryesore edhe me automatizëm i takon. Me automatizëm i takon, kështu që është irelevante sa deputet ka. Për ashko sa je subjekti i parë politik. Për mu nuk është e njëjta. Mi pas 28 deputet në Kuvendin e Republikës. Në kuptim të kushtetutës është e njëjta. Forca e parë politike ka drejtën e propozimit. Nga qytetarët e Republikës Kosovës, këtë përdu me thënë. Në kuptim të kushtetutës, ku ta japsh propozimin është e njëjtë. Është 22%, sepse me 22% një shumë i fuqishëm Kuvendin e Republikës Kosovës, e ke dallim me subjektin e dy. Kërkesën e vetëvendosjes se fuqizon në kuptimin kushtetues, fakti pse ka 4 kash numra në kuvend. Edhe ti kështë e pas 30, për forcë e parë politike, ishtë dasht me kon e njejta, do më dhënë. Në atë ko kemi pas marrëveshje, bre, dhe këtë e kemi kërku edhe tani. Do më thënë, këtë e kemi kërku. Para seancës konstituive, Kryeministri Kurti i ka shkruar Lidhjes Demokratike të Kosovës, që të ketë takime edhe për konstituimin e kuvendit, edhe për procedurat pastaj për zgjedhjen e qeverisë. Mirë po, nuk kam pasur vullnet. Prandaj, ne kemi bërë përpjekje, nuk